Kjo rrugë në fshatin Cërmjan filloi të rregullohet në muajin gusht të këtij viti me ndihmën e KFOR-it turp. Ishin banorët e kësaj lagje të fshatit që insistuan si në komunë, si të ushtarët e KFOR-it që këtu të intervenohet. Arsyet janë shumëta, po të nispi vetë fakti që kjo pjesë e fshatit ka të bëj edhe lidhë qasjen e bujqësisë, edhe okoni prioritetet që kena po, edhe aty ka nisë domethënë kërkesa tona të vazhdueshme, që diko shumë gjatë, po fatmirësisht gjetëm përkrajen piku vendit komunal për projektimin e rrugës, edhe punimet si donacion i KFOR-it turk, që të kanë bërë zhënimin dhe punimin e rrugës. Nga ana tjetër ishte komuna e Gjakovës që vuri në kontakt KFOR-in dhe ata pa hezitim pranuan që të ndihmojnë këtë komunitet. Jemi duke qyrë hallet dhe problemet të cilat i kanë infrastrukturë. Lajmi mirë është që nesër besoj do të fillojmë me ndryshimin publik të fshatit, i cili do të jetë me standarde. Po shohim që ka probleme ende në këtë rrugë. Besojmë që në momentin kur të përzgjidhet operatori ekonomik do të fillojmë me zhavurimin e kësaj pjese. Do thotë kjo është krye një pjesë e madhe e punës, për me u bë e qarkullueshme nevojitet dhe investim shtesë, të cilin besoj do ta bëjmë gjatë muajit të ardhshëm, nëse përzgjidhet operatori ekonomik. Ndërsa për projekte të tjera në këtë region, vlen përmendet që jemi në investime në fshatin Bec, në lagjen Alija edhe në lagjen te Xhamia, do thotë 2 lagje jemi të punu. Vitin e ardhshëm fillojmë investimet në fshatin Meq. Tu fillimisht u intervenua në zgjerimin e rrugës dhe në marrëveshje me banorët edhe u dhanë disa prona për ndërtimin e saj. Ky investim i ka kushtuar KFOR-it afër 40.000 euro, e tash i mbetet komunës që të gjejë fonde për asfaltim.